Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski ka theksuar se për momentin 116 pacientë mjekon jashtë vendit në 14 shtete, 31 pacient mjekon në Serbi, 15 në Bullgari, 12 në Turqi, 12 në Greqi, 7 në Span, 6 në Austri, 6 në Hungari, 5 në Rumani, 4 në Belgjikë, 4 në Sloveni, 4 në Lituani, 4 në Kroaci, 4 në Suedi dhe 2 pacient po mjekon në Poloni, ndërsa tha se më njëherë pas preskonferencës, Ministria e Jashtme në takimin e parë koordinativ do të bëj planin për kthimin e pacientëve në vend. Mucunski bëri thirrje që të shmangen manipulimet, pasi sipas tij, mjekimi i të gjithë pacientëve jashtë vendit mbulohet nga vendet nikoqire, derisa harxhimet e rrugës, akomodimi, harxhimet e transportit e të ngjashme mbulohen nga qeveria. Nije go rezervirame hotelët? Paraprakisht kishim rezervuar hotele, kemi bler bileta avioni, njoftuam se do t'i mbulojmë harxhimet për telefon. Marrin më ditë ditore. Gati gjithë qytetarët janë përfshirë në komunikim të drejt për drejt me ambasadat tona. Sigurojnë mbështetje logjistike, përkthime, komunikim me spitalet. Nuk është keq që qytetarët të ndihmojnë, por duhet ta dinë se shteti mendon për çdo harxhim. E gjithë logjistika dhe harxhimet e kthimit gjithashtu do të mbulohen nga shteti. Më shumë se 51 milion denar apo rreth 800.000 euro janë mbledhur deri më tani nga donacionet e qytetarëve, firmave, komunave, institucioneve në llogarinë solidare të Kryqëzit të Kuq. Sipas një vendimi të Kryqëzit të Kuq dhe qeverisë, më njëherë do të bëhet pagesa e ndihmës së parë financiare prej 150.000 denarëve për të gjithë familjet e prekura nga tragjedia, dhe kjo nuk do të jetë ndihma e vetme që do të marrin.